Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë shpjegim të radhës. Sot do të ndalemi tek një imazh që, le ta pranojmë, shpesh keq kuptohet. Në kulturën popullore, Kafka njerëzore konsiderohet thjesht si diçka e frikshme apo paksa makabre. Por, siç do ta zbulojmë bashkë sot, ky simbol ka një qëllim filozofik thellësisht të pasur dhe në fakt ka qenë historikisht tepër i rëndësishëm për njerëzimin. Pra, le të zhytemi menjëherë në këtë temë dhe të shohim se çfarë fshihet vërtet përtej asaj sipërfaqes frikshme. Kujto se do të vdesësh. Ky është përkthimi i asaj fraze së famshme latine, memento mori. Dhe ky përkthim i thjesht, por jashtëzakonisht i goditur, është pikërisht thelbi i këtij simboli. Ndoshta tingëllon ashpër në fillim, por këto fjalë ndërtojnë menjëherë një atmosferë disi të ngadaltë, soditse dhe thellësisht misterioze. Dhe dini çfarë, nuk bëhet fjalë për një kërcënim, absolutisht jo. Përkundrazi, është një zgjim i pastër për mendjen tonë. Për ta kuptuar më mirë këtë, duhet të shohim se si përdoreshin këto koncepte në nashtësi. Traditat e vjetra, si për shembull filozofia stoike apo ajo hermetike, nuk e përdornin memento morin si një lloj paralajmërimi pesimist. Ishte më shumë si një spirancë, një mjet meditimi thelbësor për të jetuar një jetë të mbushur me urtësi dhe moral. Ishte eksaktësisht mënyra se si filozofët mbanin veten të përqendruar tek gjërat që kishin vërtet rëndësi, duke mos lejuar që zhurma e përditshmërisë t'i shkëpuste nga thelbi i vërtet i jetës. Kalojmë te koncepti i memento mori. Le të heqim pak ato shtresat sipërfaqësore të këtij simboli të lashtë dhe të hulumtojmë rolin e tij të vërtet në mendimin njerëzor. Ekziston vërtet një kontrast i jashtëzakonshëm në mënyrën se si perceptohet ky simbol. Nga njëra anë, kemi atë reagimin e zakonshëm, atë të bazuarin te frika, ku Kafka është thjesht fundi, errësira, pesimizmi, por nga ana tjetër, kemi shëllimin e vërtet filozofik dhe ezoterik. Këtu ajo shërben si një katalizator për vetdijen morale, një thirrje e vërtet për transformim shpirtëror dhe urtësi. Është vërtet e mrekullueshme se si një objekt i vetëm mund të mbartë dy kuptime kaq të kundërta me njëra tjetrën. Dhe kjo tregon genialitetin e kësaj praktike. Të reflektosh mbi faktin që ekzistenca jonë është e kufizuar, është në fakt një nga mjetet më efektive për të siguruar që nuk po e shpërdorojmë kohën tonë të çmuar. Vetdia që koha ka një fund shërben për të frymëzuar një zgjim të thellë dhe për të nxitur një reflektim të vazhdueshëm. Në thelb, na inkurajon të jetojmë me urtësi dhe na kërkon të kemi çdo ditë një ndërgjegje të lartë morale. E thënë thjesht, mos e çoj jetën nëm. Tani, le të shohim Kafkën në ritualet iniciatike. Le të largohemi paksa nga filozofia abstrakte stoike dhe të zhytemi në diçka vërtet intriguese, traditat e fsheta masonike. Kur flasim për këto tradita, zbulojmë një rrugtim që vërtet meriton vëmendje, vet udhëtimin e një iniciati. Gjithçka fillon ato që njihet si dhoma e reflektimit. Tani, kur një kandidat përballet me Kafkën aty brenda, prisni, nuk është as pak një moment merri. Është një shkëndijë thelbësore për introspeksion. Është pikërisht ai momenti kritik kur merret vendimi për të lënë pas të gjitha iluzionet e botës materiale, për të nisur një rrugtim të ri e të guximshëm drejt dritës shpirtërore. Paradoksi i madh këtu dhe njëkohësisht thelbi i vërtet është fantastik. Kafka nuk përfaqëson fundin, zero. Përballja ballë me idenë e vdekjes është pikërisht ajo shkëndija që ndez vetdijen e vërtet tek njeriu. Nuk e mbyll një kapitull, por shënon zgjimin intelektual dhe shpirtëror që nis një kapitull krejtësisht të ri. Kapërcimi i egos njerëzore. Kjo ide na sjell natyrshëm te një pikë tepër jetike, te zbatimi praktik dhe psikologjik i këtij simboli. Le të shohim se si ndihmon kjo filozofi për të shembur atë arrogancën e tepërt njerëzore. Kur bëjmë një krahasim të thjesht, diferenca është masive. Kemi nga njëra anë ato që i quajmë iluzione kalimtare. Mendoni pak për pushtetin që zbehet me kohën, famën që harrohet sa hap e mbyll syt, pasurinë materiale apo bukurinë fizike që pashmangshmërisht plaket. Ndërsa në anën tjetër qëndrojnë fort trashëgimitë e përhershme, karakteri, veprat e mira, morali i palëkundur dhe ajo drita e brendshme shpirtërore. Kafka thjesht e qerr maskën e këtij iluzionit të arrogancës, duke na treguar troç se çfarë ka vlerë vërtet dhe çfarë i reziston provës së kohës. Kalojmë te barazia përballë vdekjes. Ky është padyshim një nga konceptet më të fuqishme, sepse e kthen Kafkën në barazuesin e pashmangshëm absolut. Imagjinoni pak këtë skenë mbrojtëse. Mbreti dhe i varfri. Të dy të zhveshur nga çdo titull, nga çdo rob luksi. Të dy ndajnë eksaktësisht të njëjtin fat absolut biologjik. Përballë Kafkës, statusi social e humbet plotësisht çdo lloj kuptimi. Në filozofinë masonike, të kuptuarit thellë të kësaj barazie, synon të nxjisë një humanizëm të vërtet e të sinqert. Synon të ndërtojë përulësi dhe kërkon respekt të ndërsjellët, sepse në fundit, i gjithë njerëzimi kalon përmes së njëjtës porte. Por e bukura është se Kafka nuk shfaqet pothuajse kurrë izoluar.
po të shohim simbolet e tjera ezoterike që e shoqërojnë, si trëndafili, pema e akaqies, ora e rërës apo qirinjet, po ato nuk janë aty rastësisht. Së bashku, ato krijojnë një ekosistem shumë më të gjerë kuptimesh. Ato tregojnë se vdekja pranohet në mënyrë harmonike, si një pjesë krejtësisht e natyrshme e një rendi universal. Është një cikël i pafund ringjalljeje dhe kalimit të kohës, jo thjesht një pengesë për t'u pasur frikë. Ndërtimi i tempullit të brendshëm. Dhe këtu arrim në kulmin e këtij shpjegimi. Është pika ku e lëm pas totalisht nocionin e vdekjes fizike dhe fokusohemi plotësisht te qëllimi madhor i ringjalljes shpirtërore. Mënyra brillante se si riformulohet kjo eksperiencë është thelbësore. Këtu e kuptojmë qartë, nuk bëhet fjalë për frikën nga ai fundi biologjik. Vdekja shihet si një transformim totalisht i domosdoshëm, është fundi i ignorancës, është vdekja e egos dhe rilindja e mrekullueshme mendjes përmes dijes. Praktikisht, po flasim për një zgjerim masiv të vetdijes njerëzore. Një transformim i tillë na detyron të shtrojmë disa pyetje thelbësore për veten. Çdo individ që ndalet të reflektojë ftohet pyesi: si po e jetoj unë jetën time? Apo veproj me drejtësi çdo ditë? Çfarë trashëgimie do të lë pas? Këto pyetje janë prova më e qartë se pranimi i vdekshmërisë na jep një motivim të jashtëzakonshëm për të bërë gjën e duhur sot, tani, dhe nuk sjell as pak dëshpërim për të nesërmen. Kështu që, le ta mbyllim me këtë mendim thellësisht provokues, diçka që mund ta bluajmë në mendje edhe pasi të mbaroj ky shpjegim. Kur e gjithë kjo bota jon materiale të zbehet, sepse siç e pam bashk, çdo gjë materiale është vërtet kalimtare, çfarë trashëgimie do të mbetet realisht e paprekur në tempullin ton të brendshëm? Shpresojmë që ky vështrim i sotëm të ketë ofruar një perspektivë të re e të freskët, sepse kultivimi i karakterit është dhe mbetet gjithmonë investimi më i madh për njerëzimin. Kjo ishte e gjitha për sot. Le të vazhdojmë të reflektojmë.